Edhe pse si jam domethënë si krejt, si kam dy dorë, po munona me bën ato temën. Falenderona shumë Zotit se ma ka dhënë çet dorë. Edhe pse i kam 4 gisht apo 3, veç 3 i përdori, unë ata më nimojshin me hec me në tastier, unë e gjojsha, shka dënë le të folin, qështu që jam, na ka me vazhdu prap. Pa marrë parasysh se që jeni veç vazhdoni për para, se mos e na Leandrën, se mune me arrit gjithçka. Përshëndetje, unë jam Besian Gjogja për Prizrenit, i kam 25 vjet. Konter luj që një 10 vjet për 2014-2015 qështu. Level jam qështu ka 7 që i ka 8 që të sill, qështu mirë. Unë motivim ka ardhë dhe më thonë me lujt kontere si më ka pëlqy loja shumë. Edhe pse si jam dhe më thonë si tjertë, po prap se prap unë e munona dhe më thonë me bon ato temën, se loja më pëlqen shumë. Në ditë i shpenzoj maksimumi 3-4 orë deri në 5. Ma herët kom lujt ma shumë, po që tash tamam po mjafton koha me lujt 4 orë ose 5 orë. Unë ja kom nisë tash edhe me live stream në TikTok edhe në Twitch. Qysh po të shkojnë a ka shumë shikues që të këshyrin, çfarë komente merr prej tënde? Unë i falenderoj krejt se po ka shumë komente pozitive. Edhe nuk e kom prit këto, po nuk e kom prit që ka me pas kësi komente që ka është mira, po faleminderit krejtve. Ka komente negative, po ato nuk japin përshtypje heq. Do të thonë nuk demotivojnë ato dhe pse ka që si komente ti vazhdo me lujt? Jo, mu nuk më pengojnë heq. Shka dënë le të folin, qështu që jam, na ka me vazhdu prap. O s'ka më nollë, dhe në fund. Unë luj stak ma shumë, çdo natë. Shkoki që nuk hi vetë se po të binë edhe të si trollera, ta trollin lojën, edhe ashtu nuk kom qef. Ma mirë i stak me ekip. Po më varet edhe me shoqni, edhe këtu me të qatit, dhe më thonë, në TikTok që i ma shumë, edhe aty qështu i përzim nga pak. A bo është nervoz se di që shumë djanë bo nervoz kër luajnë konter, a bo është nervoz ti? Valla me të kallëzu drejt, ka njerë po se... Ki qef me fitu? Kom qef me fitu, po qka me bon. Edhe humbja dhe fitore, pjesë e lojës janë, bëneja gjithë. Cili prej lojtarëve të bënejës mas shumë të pëlqen? Ma për zemër që e kam është Johan Flatro, a i më ka pëlqy gjithë. Prej moti e për cili ata që 5-6 vjetë. Po normali më pëlqenjë krejt, po ma të veçantin Flatron e kam. Unë kur ja patanis, kum lujt një 1.6, edhe i kum pas, dhe më thonë, shoqnin, që lujshan ma hall. Unë ata më nimojshin me hec, në tastier, unë e gjojsha. Po tani me ko, mas një 3-4 vjetë të lujt qështu, e kum pa që më i arrit edhe vetë. Në fillim e kum pas pak të lashe, po tani ma ja mora dorën edhe qëtash njëjtë. Edhe pse si jam dhe më thonë si krejt, si kam dy dorë, po munona me bën ato temën. Besian, kompjuterin ko gjatë mire paske. So ke investu në ta? Unë nuk kam investu sen, ma ka dhoru komentatori i BNI-s, Gjoci, shkon një falenderimi madhë shumë për ta, se ma ka plotësu një ondër, edhe tash shtu. Me këto jetu e plotësu ondrën tane? Po, të lujt për ditë shtu, qka me bu. Mas shumë ti më pëlqen Inferno, edhe Ancienti, edhe Miregji dhe i dikon. Po, mirë, qëto mopat, 3 mopat që i ka ma përqefi qëto. Qa ju kështë thonë krejtve që aty në që lujnë konter? Ju kisha thonë mos e nalni ondrën, pa marrë parasysh se që shini, që edhe unë për shembull, edhe pse i kam 4 gisht apo 3, veç 3 i përdori, pa marrë parasysh se që shini, veç vazhdoni për para, se mos e nalni ondrën, se mune me arrit gjithçka. Edhe pse jam qështu unë e kam motiv shumë, edhe i falenderona shumë Zotit, se pse ma ka dhonë, se ma ka dhonë që të dorë. Faleminderit shumë Besian edhe njëherë. Na që tash këshim pas qef pak me të pasë që shlunë, nështë se ki problem që tash? Jo, pa problem.